Në vitin 1912 një koleksionist librash zbuloi një libër misterioz, ku sekretet e të cilit nuk janë zbuluar ende sot. Ndiqeni me kujdes, kush është rastësisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Ishte viti pra 1912, një koleksionist nga Polonia kishte mbritur në periferi të Romës. Ai shkoi tek një bibliotekë e disa jezuitëve në Mondragonia. Dhe teksa kërkonte mes librave, ai kryesisht kërkonte që të sfidonte vetveten, sepse përveç se koleksionist, ai donte që të zbulonte mistere të tjera dhe sekrete të librave të tjerë. Ju kujtoj që ishte fillimi i viteve 1900 dhe në atë kohë ishin shumë të përhapur këta librat misterioz. Dhe ai mendoi që ky libër misterios për të cilin i kishin folur, mendonte se e kishte shkruar dikush që ishte aty në periferi të Romës. Madje ai kur shkoi që ta deshifronte, ashtu si kishin thënë dhe drejtori i bibliotekës, që nuk e deshifron dot, ai shkoi me shpresë që ta deshifronte me gjuhën romake të vjetër. Madje mendoi se ishte shkruar në gjuhën gjermanishte, sepse kishte disa thënie, pra disa shkronja, gjoja gjermane, por nuk ishte lidhje fare. Në fakt, me kalimin e kohës krijoi një rrjet njerëzish, studiuesish të mirëfillt për 2 vjet rresht, pra që në vitin 1912 deri në vitin 1914, duke kërkuar se çfarë kishte shkruar në atë libër. Zotëria në fjalë pra ky polaku, ky studiuesi polak quhej Wilfrid Voynich. Wilfrid Voynich. Pse quhet dhe libri sot pra quhet Voynich. Libri Voynich e ka marrë emrin pikërisht pra nga ky studiues, pra nga ky koleksionist. Në fakt, ai me kalimin e kohës shpenzoi gjithë jetën e tij duke kërkuar se çfarë kishte ky libër, sepse çështja u bë internacionale. Me kalimin e kohës, çdo studiues që shikonte kërkonte që ta deshifronte, askush nuk mundej. Por ajo që e bëri akoma më të mistershme këtë histori është fakti që ka disa formula të çuditshme, disa formula që duken magjike. Por disa studiues më vonë, pikërisht në vitin 1966, një studiues teksa po deshifronte disa nga këto shkrime, mundohej që të deshifronte, ai mori disa përbërës të këtij Voynich, pra të librit Voynich, dhe mendoi që të bënte një përzierje të atyre figurave që gjenden aty, sepse figurat pavarësisht nëpërmjet figurave kupton se çfarë janë. Dhe sipas gjasave, ai u helmua pikërisht pra nga një përbërës i tillë, sepse me sa duket kombinimet që ishin bërë në këtë libër ishin perfekte për të helmuar çdo qoftë. Tani çfarë ndodhi? Që nga viti 1912 deri në vitin, mos gaboj, kur vdiq ky Wilfrid Voynich në vitin 1930, ai për vite me radhë, pra deri në vitin 1930 vdiq në New York, ai kërkoi që të deshifronte librin e famshëm që ju vendos emri i tij, Voynich, por vdiq pa marrë vesh asnjë gjë. Në fakt ai la një deklaratë, pra në ditarin e tij. Do t'ju kërkoj, në qoftë se është e mundur, kush do ta deshifrojë këtë libër, unë do t'jap një pjesë të kuotës time, me fjalë të atyre çfarë kishte të ardhur financiari që kishte një pjesë të vogël, dhe të vendosi emrin tim në momentin e gjetjes. Mirë po, ende sot, ky libër mbetet për herë misterios. Bile do t'i them, është bërë një test shumë i gjatë, me një fjalë ndër vite, nga shumë studiues, për të kuptuar se në çfarë gjuhë, sepse ajo që është më e rëndësishme ti për të deshifruar një libër të tillë misterios, ti je i detyruar që të dish se çfarë është shkruar, jo figurat që janë brenda, figurat vijnë më vonë. Dhe kanë vendosur të gjitha shkrimet ekzistuese të planetit. Mirë po, askush nuk di ende sot se në çfarë gjuhë është shkruar Voynich dhe pse është shkruar dhe çfarë ka në brendësi. Për më tepër, kush e ka shkruar këtë libër? Sepse nuk dihet as autori. Libri, me sa sipas testeve që janë bërë të karbonit, është krijuar pas viteve 1400-1402 dhe mund të jetë krijuar në disa faza libri. Dhe mendohet që mund të jetë zgjatur, pra shkrimi i tij deri në vitin
413 parafërsisht. Mirë pas kush nuk e di. Nuk di të vërtetën sepse nuk dihet. Mund të jetë shkruar edhe në një ditë vetme. Nuk dihet gjë. Mund të jetë shkruar një lloj pergamene me pak fjalë, copëzat, letre të çuditshme. Mirë po, ajo që është akoma më e rëndësishme është fakti që është bërë një studim. Në atë fakt, ky ishte shkaku që unë doja që ta diskutoja së bashku me ju. Sepse para pak muajsh është bërë një studim tjetër me inteligjencë artificiale për të kuptuar se kush e ka shkruar në radhë të parë njërë. Jo, gjëja e parë në çfarë gjuhë është shkruar libri Vojnić dhe pastaj kush mund ta ketë shkruar atë libër. Dhe me anë të inteligjencës artificiale ju e dini që gjithë informacionet që gjenden në rrjet mundet që të mblidhen në një përmbledhje të vogël që të jep mundësi me fjalë për të gjetur misterin. Merreni me mend, nuk është gjetur asgjë. Askush nuk di se kush e ka shkruar atë libër dhe në çfarë gjuhë është shkruar. Dhe libri Vojnić përfundimisht tani është cilësuar si libri më misterioz i planetit. Me fjalë, nuk ekziston një libër tjetër më misterios se libri Vojnić. Ne kemi bërë edhe një emision Enigma, bile tregonim për disa libra në përgjithësi, kemi thënë librat më misterios dhe kemi dedikuar edhe një pjesë të librit Vojnić. Por ç'është e vërteta, tregohet që libri Vojnić është një libër që unë nuk e kam thënë në emision, një libër i diktuar. E di që dikush nga ju do thot tani çfarë janë këto budallëqe. Dakor, por dëgjojeni sepse për këtë jemi këtu, diskutojmë së bashku. Mendohet që është një libër i diktuar nga forma të tjera jete dhe nuk i përket fare gjuhës njerëzore, por i përket në fakt, po ta shikoni librin Vojnić, ka disa gërma që nuk i përkasin fare gërmave që ekzistojnë në këtë planet. Dhe mendohet që i është dedikuar, jo sepse e ka shkruar një alien ose një specie e një bote tjetër. Unë nuk besoj në këtë, por unë po them atë me fjalë shkurtova, sepse ka disa që mendojnë që është shkruar nga alien. Unë besoj që nuk është e vërtet. Do t'ju them se si, unë them që është ndërtuar, pra është shkruar dhe ndërtuar ky libër në bazë të disa kontakteve në momente trans. Pra njerëz që që u kanë folur ose që kanë kontakte me forma të tjera jete, por që u kanë folur nëpërmjet ëndrave ose ndoshta dhe nëpërmjet momenteve trans. Dhe këta e kanë përpiluar eksaktësisht ashtu si është thënë, duke menduar që ndoshta mund ta deshifroni sepse ato janë shifra. Po të shikoni, në një nga emisionet tona kemi folur dhe kemi bërë një emision ku flisnim për këto kontaktet e ëndrave dhe një djalë me origjinë nga Elbasani, por jetonte në Tiranë atko, student, ai na thoshte e keni një intervistë, na thoshte që shikonte disa gërma në ajër. Me fjalë ai sa herë që kishte këto vëgime, shikonte disa gërma në ajër. Bile kur folëm bashk, i thash mbaje në mënyrë pak më superlative, mos shko drejt për drejt, sepse ai ishte i bindur. Ai thoshte unë shikoj dhe kaq. Dhe unë jam i bindur, nuk e thash në atë kohë sepse ishte ende herët. I thash mos je i kaq i drejt për drejt. Njerëzit nuk të kuptojnë, do thonë është çmendur. Në fakt ashtu e bëri dhe shumë njerëz e respektojnë ende sot, bile një vajzë para një vite gjysmë 2 viteve ka kërkuar se kush është ky, nuk e kemi gjetur sepse ka ikur nga Shqipëria dhe nuk di se si. Atë emision ne e kemi quajtur me një emër tjetër dhe unë nuk më mend se si e quanin në të vërtetë. Megjithatë, doja t'ju thosha që ky është një nga të paktët, sepse ka një pafundësi njerëzish që shikojnë gjëra të çuditshme që njerëz normal nuk i shikojnë. E di që shumë nga ju do thonë, jo më këta budallë. Dakor. Unë ja u thash, tani çfarë mendimi keni për librin Vojnić? Si është shkruar ky libër? Dhe a mund ta mbaj mend një libër të tillë kaq me gjithë ato shkrime që ta shkruani nëse do të ishte i diktuar, pra në mendje, ose kush e ka shkruar në të vërtetë dhe pse e ka shkruar? Se ky është thelbi. Pres komentet tuaja. Ditë mbarë.